Më 27 dhjetor, procesi i votimit për zgjedhjet e Kuvendit të Republikës së Kosovës do të organizohet në 24 shtete të ndryshme të botës. Sipas vendimit të KSZ-s, votimi do të zhvillohet në 23 ambasada dhe 14 konsulata. Numri i përgjithshëm i votuesve që janë regjistruar për të votuar fizikisht në përfaqësi diplomatike dhe në të cilat sipas vendimit të KSZ-s do të zhvillohet procesi i votimit është mbi 19.000 votues. Planifikimi fillestari i KSZ-s ka qenë që ky proces të organizohet në 50 përfaqësi diplomatike të vendosura në 36 shtete, si dhe në 10 qendra votimi jashtë përfaqësive diplomatike. Vendimi i KSZ-s i datës 10 dhjetor që votimi të organizohet vetëm në 37 përfaqësi diplomatike, mbështetet në aktgjykimin e Gjykatës Supreme dhe vendimin e BZAP-it për zhvillimin e votimit vetëm në përfaqësi diplomatike, si dhe në të dhënat nga procesi i regjistrimit të votuesve.